Ja mbretëresha çfarë pjellje ka kush dëshiron ta di se cilësinë e mbretëreshës. Sepse për këtë dyll, kolonia harxhon energji. Mbretëresha është e vitit 2025 e krijuar nga vetë kolonia. Përshëndetje të nderuar shikues të kanalit tonë Mbretëria Shqip. Mirë se vini në episodin e radhës. Vendosa ta ndaj këtë video me ju për këtë koloni. Unë sapo kontrollova gjithë koloninë dhe për mos t'ju marr minutash, nuk e incizova. Kolonia ka 8 korniza pjellje. 8 korniza pjellje dhe 2 full me ushqim. Kolonia është në gjendje të mirë zhvillimi, aq sa ka arrit edhe domethënë të vendosë hoje mbi korniza dhe nën kapak. Kjo është një shenjë se kolonia është e fuqishme dhe aktive, ka prurje nga jashtë, kolonia don zgjerim dhe kolonia ka gjasa që të shkojnë në instinkt rojitje. Gjatë kontrollit hasa dikon rreth 10 çibuk pa vezë, përveç 2 prej tyre, që sapo kishin lëshu vezë ndoshta një ditore. Çibukët ishin mjaft të mirë, por pa vezë, për arsye se janë emergjent. Në momentin që kolonia ka nevojë, mbretëresha vetëm lëshon vezë, ushqehet larva dhe bëhet domethënë intenzivisht ushqyerja e atyve larvave dhe mund kolonia të shkojnë në rojitje. Unë i shkatrova gjithë ato çibuk dhe vendosa ta incizoj këtë pjesën, domethënë e vendosjes së katit në këtë koloni, kurse në të ardhmen mund të vazhdoj me një incizim duke bën ndarje vertikale. Kolonia është domethënë 10 rrugëmiz dhe domethënë është mjaft e fuqishme. Mbretëresha është e vitit 2025 e krijuar nga vetë kolonia. Këtu më njëra afër po e shihni se kam marrë katin e dytë. Kam korniza nga viti i kaluar, të cilat janë mjaft të mira. Domethënë nuk janë korniza të zeza, janë korniza, domethënë më e keqja është kjo ngjyrë kafe. Këtu kemi 8 korniza. 2 korniza me pjellë të vulosur do të ngriten në katin e dytë, kurse poshtë do të vendosin 2 korniza të zbrasta. Një e punuar dhe një kornizë e pa punuar për t'i dhënë kolonisë punë. Kështu që e dim edhe në video tjera kemi shpjeguar se si bëhet kjo lëvizje, kjo rakat. Gjatë kontrollit domethënë këtu kemi pjellje të hapur, vezë të reja larva, kurse këto kornizat në mes 1, 2, 3, 4, 5, 6 janë gjithë me pjellje të mbyllur. Eventualisht dikon në skaje vezë. Dhe kjo korniza këto është me pjellje të hapur. Kurse 2 kornizat e skajt janë përplot me ushqim. Para se të nisim me videon, siç ju thashun, vetëm se incizova, dhe ja korniza domethënë e skajt është përplot me mis. Dhe është domethënë mjaft e rëndë. Mbretëreshën e kisha në këtë kornizë këtu domethënë gjatë kontrollit dhe unë lirisht mund ta bëj një hapje këtu. Dhe ta nxjerrë këtë kornizën domethënë këtu që në vitit 2023. Ok. Dhe ja korniza. Ja mbretëresha çfarë pjellje ka kush dëshiron ta di se cilësinë e mbretëreshës. Këtu kemi pjesën mashkullore, këtu kemi larva dhe ja ku pas kemi harruar një çibuk emergjent. Quhen në mbretëri dhe ja ana pjesë domethënë tjetër. Kjo është cilësia e mbretëreshës. E vendosim në katin e dytë në mes. Perfekt. Marrim edhe një koloni tjetër. Më falni, një kornizë tjetër. Me kujdes sepse ka mund që mbretëresha të lëvizë. Ja korniza tjetër se është me pjellje të mbyllur.
Edhe ana tjetër dikon kemi në mes edhe larva, s'ka shumë rëndësi, sepse mund t'i ngrohe. Ta largojmë këtë kornizën e skajt. Në rregull. Po mendoj që të bëjmë një zgjerim pak më të madh. Lart i vendosim 3 korniza me pjell. Ja dhe këtë kornizën e mbyllur këtu. Ja mbretëreshe. Më thonë ja ku e kemi edhe mbretëreshe. Me që është mbretëreshe do të lëmë poshtë, mund ta hipim lart, s'ka problem fare. Por duhet që fokusi të ngelet vetëm poshtë i mbretëreshës. Shohim këtë kornizën këtu. Edhe kjo është e mirë për ta hip lart. Ja. Pjellë e mbyllur. Edhe dikon në vetë. Domethënë mbi 90% e kornizës është me pjellje. 3 korniza pjellë hipëm lart. Ta shfarbojmë. Kjo kishte pjellje këtu. Këtu në skaj vendosim kornizën e re. Këtu kemi pjellje të hapur. Largojmë edhe këtë. Vendosim një kornizë të punuar të mirë për vezë. Ja, kjo. Është perfekt për vezë. Okej. I bashkojmë gjitha kornizat me pjellë që janë. Më thonë 1, 2, 3, 4, 5. Edhe 3 lart 8 korniza me pjellë i bashkojmë. Kornizë të zbraz nuk është mirë të vendosim tash ndërmjet pjellës për arsye se bën një farë ndarje, një farë ftohje. Perfekt. Rregullojmë pa kornizat. Është këtu për plot me bletë. Vendosim edhe një kornizë të mirë për pjellje. Ja. Perfekt. Edhe në fund na ngelet korniza me ushqim. Perfekt. Vendosim tash katin mbi katin e dytë mbi katin e parë. I bashkojmë kornizat. Kemi 9 korniza, mund ta lëmë me 9, po ne do ta vendosim me kornizën e 10, që në ditar ta shënojmë si, domethënë, e kompletuar. Sprish fund do ta vendosim edhe kornizën e 10 të punuar. Mund ta ndihmojmë me shurup, nuk i bën dëm. Nuk i bën dëm sepse temperaturat në vazhdim nuk do të jenë, domethënë mbi 20 gradë, maksimumi do të jenë 20 gradë. Kolonia mund sjellë diçka, po jo mjaftueshëm ndoshta.
Kjo është kapaku, mund t'i shkundim bletat mbi. Këtë dyllin do t'a shfrytëzojmë. Dylli mbë kapak do të shfrytëzohet. Mos hodhni asgjë nga kolonia, mos hodh asgjë. Sepse për këtë dyll, kolonia harxhon energji, harxhon punë. Pra polisi, dylli, do më thonë asgjë nuk duhet të hodhet. Duhet të shfrytëzohet maksimum, sepse çdo gjë kushton. Për neve mund të duket e thjeshtë, po për bletën është jetë. Të nderuar shikues, ky ishte një zgjerim ose vendosja e katit si çdo një mund ta quani, nuk vendosim rrjetën e hanemonit për arsye se është ende herët. Kur bëjmë kontrollin e radhës, kur të afrohemi afër kullosave, atëherë mund të bëjmë një rokad tjetër të kornizave, pastaj mund të vendosim rrjetën e hanemonit ose do të bëjmë ndarjen vertikale, të cilën mund ta shohim ndoshta edhe në video që ta ndaj me ju. Domethënë ndarje brenda kolonisë për ta ndalë rojitjen, për të fituar shumë mjal. Shpresoj që kjo video t'i ketë bën dobi dikujt. Nëse keni ndonjë pyetje, nëse keni ndonjë paqartësi, lirisht mund të komentoni. Por fund, nëse e shihni të arsyeshme, na shtypni butonin like dhe ne do të vazhdojmë me video tjera. Mirëmbëjtje, shihemi në një video të radhës. Çdo të mirë.